Ose si që ka ndodhur edhe më herët, mos përmendi komuna, po që nga Prishtina me radhë, ka ndodhur rastet e tilla që këto marrëveshjet jo parimore, do të thosha unë, dhe ekskluzivisht ekstremisht politike me qëllime të fundit, janë bërë bashkë të gjithë kundër njerit dhe kanë eliminuar. Kështu që nuk do të mendoj që duhet në të ardhmen të ekzistojë ky institut, po derisa nuk kemi ndryshim të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe atij lokale, atëherë është në fuqi dhe kemi këtë situatë që kemi edhe përmbysje, pra po shifet qartë asgjë që këto marrëveshje ky me këtë, ai me atë u bën, madje ata që më shumti kanë fyer një parti në qendër, tani bën bashkë, vje fjala në një komunë ose në një tjetër. Është pak e çuditshme dhe në fakt diskutohet shumë fakti që shembull partitë nuk bashkëpunojnë në qendër, mirë po në zgjedhje lokale bashkëpunojnë. Këtë rast ka pasur? Po, sepse atje është më lehtë në një mënyrë një tjetër të hiezohet, s'po them të mshifet, kalkulimi që mund bëhet nivel qendrës, është dukshëm më transparente këtu çka bëhet, si bëhen punët, shifet më